pas goditjes së Venezuelës ka reaguar edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili ka theksuar se shtetarët të cilët kapen në trafik droge apo që akuzohen për afera të tilla duhet të mbahen përgjegjës dhe të çohen para drejtësisë. Tani lind një pyetje e natyrshme që shpeshherë bëhet edhe në radhët e politikës, por edhe në radhët e opinionit publik. Vërtet Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të mos i godas liderët autoritar ashtu si në rastin e Venezuelës, po a ka një skem tjetër për të çmontuar lidhjet e politikës me trafikun e drogës, me kartelet e trafikut të drogës, apo dhe aferat e mëdha qoftë korrupsioni dhe të krimit të organizuar që janë përfshirë liderët autoritar konkretisht në Shqipëri? Sigurisht që askujt nuk i volisin lider autoritar si Edi Rama dhe qeverisje të kapura nga krimi ndërkombëtar. Mirëpo, nuk është thjesht qeveria që është pjesë e këtyre karteleve. Është një sistem i tërë i cili mban në këmbë këtë qeveri. Është një sistem i tërë që ka funksionuar edhe përpara kësaj qeverie, edhe përpara asaj qeverisë që ka qenë përpara kësaj qeverie. Pra, është mënyra se si është ndërtuar shteti, e cila e bën të pashmangshme këtë rënje të çdo lloj qeverie në një kapje të madhe nga sindikata ndërkombëtare e krimit, nga rrjetet ndërkombëtare të drogës. Pra, është e padrejtë që ta cilësojmë këtë problem një problem i qeverisë aktuale në Shqipëri. Është sigurisht fajin e ka gjithmonë ai që është në qeveri. Fajin e ka padyshim zoti Rama, i cili është i kapur nga të gjitha llojet e karteleve të ndryshme dhe i ka shfrytzuar ato me finokri politike. Por problemi që kemi në shqiptarët dhe që për cilin kërkohet zgjidhje nuk është thjesht qeveria, është e gjithë paria. Thënë kjo, duhet të përgjigjem drejt për drejt pyetjes se nuk desha ta anashkaloj. Pyetja juaj kishte të bënte me a ka mjete për të cilat janë më të buta, po themi kështu, se sa ndërhyrja ushtarake për t'i rrëzuar këto rrjete. Unë besoj që ndërhyrja më e fortë që është bërë deri më sot është ndërhyrja me anë të drejtësisë re. Është një pjesë të e rëndësishme, unë e kam quajtur më parë këtu në emisionin tuaj limfa e një shteti, është drejtësia, e cila tani më nuk është nën kontrollin e plot të Paris. Dhe kjo është ajo që e shqetëson Parinë e Tiranës, dhe kjo është ajo që i ka hedhur të gjithë në sulm, nga një anë qeveria e cila e ka shpallur luftë haptazi Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, kryeministri Rama nuk fshihet më, është praktikisht duke parë drejt e në sy Washingtonin dhe duke thënë që unë jam zot në këtë vend dhe këtu qeverisin shqiptarët dhe jo amerikanët. Nga ana tjetër, secili nga pjesëtarët e tjerë të Paris ka detyrën e vet. E ashtu quajtur opozita e Partisë Demokratike, Sali Berisha ka për detyrë që të thotë sa mirë që u kap Agasi, sa keq që u kapën Dhëndri dhe unë duke vjedhur në një gjë tjetër. Në një krah kemi pra skapin kur e kapin Sali Berishën, spakun kur kapet Edi Rama. Ja një mënyrë tjetër lufte, një mënyrë tjetër anti-amerikanizmi latent, i cili injektohet tek militantët e Partisë Demokratike. Në krahun tjetër kemi atë njeriu që nuk po ndjehet më, sepse ka rënë në burg tani dhe nuk i ndigjohet më shumë fjala, i cili një herë një kohë thonte që unë bëhem therror dhe bëhem dalun tek mali me gropa, le të më bjerë atje raketa, duke qesharakërisht duke krahasuar veten me Maduron, por i mbaj unë gjunahet e Paris, vetëm lëreni këtë pari të ecë përpara, sepse ne nuk e lëshojmë pozicionin ton. Ajo që e godet Parinë e Tiranës shumë më tepër se sa raketat dhe helikopterët, është evidentimi përpara shqiptarëve i banalitetit tyre, i vjedhjes tyre në mënyrën më banale të mundshme dhe kapja e parave. Pa konfiskimin e parave, se ato nuk janë paratë e tyre, janë paratë e vjedhura nga shqiptarët. Ata sot e kësaj dite i lënë kazinove në për rajon e kudo tjetër, disa në Tiranë, disa jashtë Tirane, po çrën si ka se ku. Paratë e shqiptarëve ata i përdorin për ato veset e tyre të shfrenuara. Këto janë ato, kjo është dënimi i parë që marrin ata dhe për këtë luftojnë. Është objektivi që ka Paria e Tiranës është pasurimi. Pra për ta luftuar drejt për drejt duhet ndjekur paraja. Së dyti, i takon shqiptarëve që të mos bien në grackën e përhershme të rotacionit një herë këtej, një herë andej dhe dy fytyra të ndryshme që bëjnë të njëjtën gjë. Është tani më koha që shqiptarët ta shohin sy edhe vetveten dhe të thonë
ka nevojë për një sistem të ri. Me këtë lloj sistemi do të jemi këtu dhe do të mbetemi këtu dhe nuk kemi për të fituar gjë. Pa rrëzuar një sistem të tillë, në mënyrën sa më paqësore të mundshme, nuk do të mund të ketë shpëtim. Dhe këtë duhet që njerëzit ta kuptojnë mirë për ditë më shumë, sepse po evidentohen mënyra të ndryshme, domethënë banaliteti i tyre ka mbritur kulmin, këta shiten për një shishe verë të shtrenjtë. Dhe shitja e tyre për kaq pak ju tregon se çfarë njerëzish janë, se ku janë ato tastet, butonat, të cilat mund t'i prekësh dhe mund t'i blesh këta. Këta blehen për shumë pak, janë njerëz banal, blehen për një shishe verë. Atëherë këta na kanë qeverisur, këtyre në fakt ju a kemi dhënë të drejtën për të na qeverisur, duke lejuar të na qeverisin, atëherë këtu fillon problemi. Pa u zgjidhur ky, nuk ka SPAC, nuk ka ndërhyrje amerikane, nuk ka integrim në BE, prallat të tilla që do vazhdojnë t'i tregojnë këta që na shpëton ne shqiptarëve. Shikoni, pikës pari se nuk i përgjigja pjesës së pyetjes për Albin Kurtin. Këshilla ime shumë miqësore për Albin Kurtin do ishte që të shikonte hallet e Kosovës para se të merre me hallet e Venezuelës. Unë kuptoj që ai po përpiqet merret me politikë dhe po përpiqet që të gjej anën e mirë të administratës Trump, por nuk besoj që është kjo mënyra. Është një mënyrë që nuk, domethënë, mirë bën që i del në krah administratës amerikane, por do bënte mirë që të mendonte hapat e mëtejshëm, hapat e ardhshëm për kashi interesave amerikane në rajon, sepse ata që do ta ndajnë fatin e Albin Kurti, pavarësisht se ai fitoi zgjedhjet me një pothuajse plebishit tani, për mendimin tim ky është vetëm fillimi, duhet parë se si do të organizohet qeverisja dhe ka shumë mundësi që tani me Albin Kurti mos ketë më asnjë alibi për karshin ndërkombëtarëve dhe të detyrohet të bëj ndërmarr hapa, të cilat do të zhgënjejnë shumë nga ata militantët e tij, të cilët e ndjekin me aq zell, thua se është krishti i dytë në botë. Unë do thoja që Albin Kurti bën mirë, do bënte mirë të merrej me hallet tona, hallet e Kosovës, se Kosova është e jona, dhe Venezuelën t'ia lër venezuelanëve. Sigurisht që lidhja e tij me kartelet, sidomos me Sinaloën, është një provë e rëndë, një gur i rëndë në shpinën e Edi Ramës dhe qeverisjes tij, cilën sado që të mundohen e kanë të vështirë që ta anashkalojnë. Mirë, po nuk është kjo çështja thelbësore. Edi Rama është fajtor jo thjesht sepse ka bashkëpunuar me rrjetet ndërkombëtare të karteleve të drogës, po Edi Rama është fajtor sepse ka dobësuar, sepse ka përdorur shtetin shqiptar, ka përdorur pushtetin që i kanë dhënë shqiptarët për të pasuruar veten dhe kriminalët banal që ka rreth vetes. Ky është faji kryesor i Edi Ramës, të mos fillojmë edhe të merremi me Maduron edhe me kartelin e Sinaloas, e të hyjmë atyre dinamikave, sepse mendoj që shmangemi nga thelbi i situatës. Thelbi i situatës është që kemi një pari, sot e kontrolluar në mënyrë shumë të fortë, me dorë të fortë nga kryeministri aktual Edi Rama, por me bashkëpunimin e të gjithë aktorëve të tjerë, e cila i ka marrë frymën Shqipërisë, e cila e ka bërë Shqipërinë një parajs për kartelet ndërkombëtare të drogës, për kartelet ndërkombëtare të krimit dhe për disa gjëra të tjera ndërkombëtare akoma dhe më të rënda se sa aq. Sot kemi një Shqipëri që është një çerdhe e hapur, është një han pa porta për spionazhin ndërkombëtar. Sot kemi një Shqipëri e cila një Tiranë e cila luan rolin e Kairos gjatë luftës dytë botërore. Pra, dhe kemi një popull shqiptar të hutuar, të ndarë në 5 shtete në Ballkan, i cili nuk po ndërmerr masat e duhura, paktën në pjesën e Shqipërisë londineze, për të hyrë në rrugën e drejtë, për ndërtuar një shtet kombë shqiptarëve. Unë mendoj që duhet merremi me këtë dhe t'ja lëm lidhjet me kartelin e Sinaloas, sepse karteli i Sinaloas, një pjesë e tij po bashkëpunon me drejtsinë amerikane dhe ne dim shumë pak nga ato që dinë prokurorët amerikanë. Ja sot për shembull, publiku mori vesh që nuk ishte vetëm Maduro që ishte i lidhur me kartelin De Los Soles që i thonë ata, por ishte edhe shoqja që kishte lidhje. Në rastin e Ramës mund të rezultojë po e njëjta gjë, që shumë nga veprimtaritë korruptive, shumë nga veprimtaritë e kapjes së shtetit në hallka të pa dukshme sot,
po që dihen nga specialistët, shkojnë në përrjete që kanë të bëjnë jo vetëm me të, jo vetëm me familjarët e tij të afërt, por edhe me bashkëshortet dhe me familjarët bashkëshorteve. Në fakt, në mos gaboj, zonja Karçani ka një lidhje familjare me bashkëshorten e kryeministrit, kështu që aty pastaj fillon një strumbullar tjetër që duhet hapur. Pra,